Bari ju falenderoj që u kujtuat për mua. Edhe është një eveniment për mua. Mas 25 vjetësh, edhe është shumë emocional. Më falni. E mbani mend Pinokun shqiptar, personazhin aq të dashur për fëmijët e brezit të viteve 80 në Teatrin e Kukullave? Ndoshta po, por aktoren e talentuar që i dha shpirt dhe kujtesë këtij roli Eva Pollumbin nuk e ka kujtuar askush. Të paktën deri më sot kur bëhen plot 25 vjet kur ajo u largua nga Shqipëria së bashku me vajzën e saj Juna, 14 vjeç në atë kohë. Eva u largua dhe në Shqipëri nisën të zënë vend të tjerë personazhe kukullash që vinin nga perëndimi, ndërsa ata tanët largoheshin pa kthim drejt tij. Ne ishim në shtëpi dhe dëgjoj një zë nga balkoni. Eva, ka zënë dy komshi. Edhe me ata nuk isha shumë lidhje, megjithatë ai po vinte të merrte duan që ishte shqipte poshtë shtëpisë time. Edhe u lëri me të Eva shpejt po janë hapur ambasadat dhe është dita e emigrimit. Nuk e di çfarë emri kishin dhënë. Ndela kështu nuk dija çfarë të bëja se ku isha. Shkova, ishte vap, e vajta dhe e thënë, ju ma shkit për një tim. Ajo ishte një fëmijë shumë i pastër dhe më thotë mami, unë këtu kam rindur të doktor. Eva u largua nga Shqipëria të ditë të 2 korrikut të vitit 1990 kur Europa hapi dyert e saj në mes të kryeqytetit, atje ku hyn rreth 5000 shqiptar duke lënë pasat dheun e tyre të burgosur ende nga komunizmi. Kishin dalë shumë veta, mbaj mend nga shtatë ambasadës dhe ja bënin njerëzve në dorë, hajde, jurni brenda këtu. Unë në atë moment ishte e para ambasadës që janë karubita, edhe hyra në vajta. Mbaj mend që po vinte një grup policash edhe njerëzit që shikonin, disa fillonin të udhëzimin këtë tur pandekë, disa që duar profitin. Nuk e dija kujt i ka thonë. Eva në intervistën për Tema Televizion të parën e saj pas 25 viteve të ikjes nga Shqipëria, na rrëfen se nuk është kthyer kurrë sepse është harruar. Unë nuk jam kthyer asnjëherë sepse jam shumë e mërzitur. Nuk më zbarasit se asnjë gjë nuk kam thuar. Pajsa nuk u vlerësua kur jetonte në Shqipëri pasi siç thot ajo, për t'u vlerësuar si profesioniste në atë kohë duhet ishe e martuar. Unë jam vlerësuar 4 herë në të marrë artistën e ndryshuar dhe nuk e kam marrë se isha e ndarë edhe njerë. Dhe po s'pate këtë titull ose kështu, nuk e di çfarë është. Jam propozuar 4 herë si artiste me këtu. Për të qenë artiste me luftuar duhet isha në tare lidhje, që unë isha. Duhet bëja një punë jashtë orarit, unë bëja me pavlinanitën me manin në televizor, zhuzhin edhe emisionin një shkaftë një shkriti. Kam bërë të gjitha filma multiplikativ, Ëltërin, 6 role, vetëm Kequk, më kam vënë në bërë të fori i Dritaroa Goldi. Eva e ka të vështirë t'i mbaj lotët në bisedën e zhvilluar përmes Skype, kur flet për këtë harres nga institucionet pajsa dhe emocionuar, që në këtë 25 vjetor të ikjes së saj dikush e ka kujtuar dhe ai publik që e ka dashur mund ta dëgjoj sërish zërin e saj edhe pse një zë që ka mall, brenga dhe zhgënjime. Kam dëgjuar që shoqet e mia kanë marrë të gjitha titujt, unë s'kam marrë atë edhe një, unë s'kam fituar asnjë gjë nga ato që mund ta meritonja. Domethënë, unë nuk kam as të merit, plus që thoshin ishte gjasme më e mira, nuk e di. Ishin fjalët e popullit, nuk ishin të mia. Të gjithë më njohin, edhe më bën shumë përshtypje si nuk kujtohet një njerëz, të paktën një gjë shpirtërore të fjalës. Miqtë e saj, njëri prej tyre Bujar Kapexhiu i kontaktuar në telefon, na tregon se Eva ishte një ndër aktoret dhe imitatorët më të mira në Shqipëri. Mua më kishin domethënë nuk më merrin seriozisht, ishte puna. Kam punuar shumë. E para domethënë që kam qenë si aktore ishte normal. E kam shkuar karrierën time me zotin Bujar Kapexhiu, ai më gjeti si kam qenë një imitator e parë shqiptare. Me 17 vjeç unë kam dalë në estradë dhe kam bërë 4 vjet estradë, në imitimet me zonë, atëre unë vazhdova shkollën e të tjera, bëjnë ato. Me thënë kam
që 7 vjeç që kam dalë në skenë dhe asë nuk më është gjetur asë edhe si i thonë meritë, se kështu. Edhe isha në fakt shumë e vrarë. Kapexhiu thot se ajo kishte një plastik të shkëlqyer dhe se ka dhuruar rolet më të përkryera. Ajo ka dubluar shumë filma vizatimor dhe u ka dhënë zë shumë personazheve, tregon ai kur e pyesin për Evën. Në teatrin kam bërë 3-4 filma në fakt shumë me artistik, pastaj gati 100 mund të pyesin të gjithë regjizorët që kanë bërë filma multiplikativ për fëmijët. Kam qenë e vetmja dhe shumë pak aktor mund të kenë bërë në një arri, në një ditë vogël, po më shumë të është me zërin tim. Domethënë, në një film që kam fituar çmim, kam fituar gjithë regjizori, deri ai që bënte kartonat. Unë që jep për shpirtin kartonit, nuk e kisha emrin, nuk kam fituar asnjëherë. Eva ka ndërtuar jetën e saj në Gjermani ku thot se arritja më e madhe ka qenë fakti se i ka dhënë të bijës një jetë, ndërsa jeta e saj artistike u mbyll kur hodhi hapin e parë për t'u futur brenda ambasadës gjermane për t'u larguar nga Shqipëria. Unë kam arritur vetëm kaq që rregullova vajzën një jetë normale, por vete nuk kam më karrierë, për shembull. Unë njofta një person edhe me aty jetoj gati 24 vjet, edhe nuk mund ta dinja sepse ai bëri shumë për mua. Është gjerman, sigurisht, vajza u martua, ka një fëmijë edhe nuk mund t'ja prish familjen për të kthyer, sepse në rast se unë do fitoja një nga të gjitha të drejtat, isha shumë e lumtur, isha siguri rëndon në vendin e vet. Interpretimet e shumta të Eva Pollumbit në filmat vizatimor, si kur festohej një ditëlindje, Çufo dhe shokët e tij, babai i Arushit, roli në teatrin e kukullave si Pinoku e 10 të tjerë, pavarësisht mungesës së një çmimi simbolik për karrierën e saj të gjatë, i kanë dhënë Evës dashurinë e qindra fëmijëve të një brezi të tërë dhe të një publiku nga i cili nuk do të harrohet kurrë.